Këto janë Sansan-Wuyen, tre malet dhe 5 kopshtet, të kurës treha madhështore e perëndorëve të dinastisë Qin, ku uji nuk ishte një burim i thjeshtë, por shpirti i këtij peizazhi. Por për dekada të tëra, ky shpirt u zhduk. Sot Pekini po e rikëthen atë. Pas viteve 1970, Lumi Yongding në rrjedhën e poshtme të Sanjiadian u tha, nivelet e ujrave nëntokësore ranë ndjeshëm për shkak të zgjerimit të urban, përdorimit industrial dhe nxjerrjes së tepërt të ujit. Rrjeti i dikurshëm i lullëzuar i ujit u fragmentua. Lumejt u bën sezonal. Liçenet u zhdukën. Rrahjet ekologjike të kësaj zone historike heshtën. Por Pekini kishte një vizion. Plani kryesor i qytetit dhe plani i 14 vjeçar vendosin një objektiv të qartë, të rivendosin një integritetin ekologjik duke ruajtur trashëgiminë kulturore. Në vitin 2020, Autoriteti i ujit haitian nisi pranin e veprimit ujëra të pastër, projektet e i gjelbër, një plan për të rigjeneruar rrjedhën e lashtë të ujit. Ata nuk hapën vetëm kanale, ata ndërtuan dy rrjete qarkullimi ekologjik si kapilar artificial, duke përdorur bomba dhe tubacione për të lëvizur ujin nga Lumi Qin dhe Lumi Wanqian nëpër kanalet e thalla. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me rrjedhën e ujit, ka të bëjë me restaurimin e gjithë ekosistemit. Sot, niveli i ujrave nëntokësore po rritet shumë. Zogët, peshqit dhe insektet po rikëthehen. Ky nuk është vetëm një park, është një laborator i gjallë i restaurimit ekologjik urban. Ringjallja e rrjedhës së ujit në tre malet dhe 5 kopshtet e Pekinit dëshmon se edhe në një megaqytet, natyra dhe trashëgimia mund të zhvillohen së bashku. Kjo nuk ka bëjë vetëm me rikëthimin e ujit, ka të bëjë me rivendosjen e ekuilibrit.